Një person ka mbetur I plagosur me armë zjarri një ditë më parë në Vlorë tek rreth rrotullimit në lagjen 24 maj. Siç bëhet me dije, I plagosur ka mbetur 27 vjeçari Laza, I cili ka marrë një plumb në pjesën e kofshës dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se autori, 55 vjeçari Aligjoni, pas sulmit me armë zjarri ishte larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për kapjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të këtij rasti. Ndërkohë rastin e informon dhe policia e Vlorës në njoftimin e saj zyrtar. Rreth orës 18:30 në lagjen 24 maj dyshohet se pas një konflikti ndërmjet të dy shtetasve, 55 vjeçarit dhe 27 vjeçarit, ka mbetur I plagosur me armë zjarri 27 vjeçari. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe kanë vijuar kontrollet intensive për lokalizimin dhe kapjen e shtetasit, 55 vjeçar autorit të dyshuar të plagosjes. Ndërkohë, 27 vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.